ligjeve me shumicë të cilësuar në Kuvendin e Shqipërisë është kthyer në kryefjalën e debatit mes palëve politike në vend. Ambasadori OSBE-s Eugen Wolfart deklaron se duhet jetë opozita që përmes një diskutimi të vendosë nëse do të japë votën pro. Pas një takimi që zhvillohej me kreun e Partisë Socialiste Edi Rama, ambasadori Wolfart apeloi sërish për bashkëpunim mes palëve. Folëm gjithashtu dhe për mënyrën se si të angazhohemi në parlament. Opozita duhet të vendosë mbas një diskutimi se si do të votojë në parlament, mbas një diskutimi të vërtet aty. Një nga kushtet e opozitës është ndryshimi i rregullores së Kuvendit, por për këtë pikë sipas ambasadorit Wolfart është e rëndësishme të shihet si ka qenë rregulloria e mëparshme e parlamentit. Nga këndvështrimi im është shumë e rëndësishme të kemi pikpamje të qarta rreth rregullores së parlamentit, dhe ky do të jetë një hap i parë i rëndësishëm. Do të ishte mirë të shikonim si ka qenë kjo në të shkuara, dhe si opozita dhe mazhoranca të bashkëpunojnë për këtë. Takimi mes kryesocialistit Edi Rama dhe kreut të prezencës së OSBE në Shqipëri vjen një ditë pasi Kuvendi dështoi të votojë ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar për shkak të